komunitetet dhe përgatësive në kamës Paskuqan, që sinqerisht në çdo shtëpi, në çdo shtronim dursh, më kanë prit ngrohtë, kanë pranuar që unë t'jem përfaqësuesi juaj, gjithashtu dhe unë më shumë jam i motivuar, i përkushtuar me përgjegjësi të madhe që të përfaqësoj ju denjësisht. Kam një origjinë nga një vend perindor dhe kam qenë gjithmonë krenar, siç është Kuksi, por pavarësisht kësaj, njerëz të mi kanë jetuar kudo. Kanë jetuar në Kukës, në Has, në Tropoj, në Durrës, në Tiranë, në gjithë Shqipërinë. Për mua janë të gjithë njësoj. Dhe te unë do gjeni njeriu e familjes tuaj, e tabanit tuaj, e paraardhësve tuaj dhe koha mbas 25 qershor do ta tregoj. Unë jam politik sot. Për dy arsye. E para, për shumë arsye të bukur të sakrificave që kanë pasur në sistem, që në vitin 90 kanë qenë antar i Partisë Demokratike dhe kurrë se kanë muru. Por edhe asaj që 25 vite që kanë bërë biznes, nuk janë trem asnjëherë deklarimi tim që janë antar i Partisë Demokratike, njëri i përsëritur nga ai sistem, njëri i drejtë i punës, dhe kjo më ka bërë më të fortë. Dhe forca ime është një angazhim akoma më i madh për t'ju bërë të ndjeni krenar dhe patriark. Partia Demokratike sot ndihet më shumë e përfaqësuar me një skuadër të re. Programi i Partisë Demokratike ka në qendër familjen, njerëzit e punës, ekonominë e fortë, e cila bëhet nga ne, nga fëmijët tanë, qoftë ata që janë në perëndim, që mund të kthehen këtu dhe të hapin biznes. Po jo si sot e si djetë që nëse vim do gjenë policinë të tjera, do gjenë konkurencën e pandershme, dhe do mërzitën, do harxojnë sa para, e do kthejnë prap atje, e duke thënë që shkum të Shqipëri, shkum të njerëz tonë, por aty nuk punohet, aty nuk bëhet biznes, aty nuk jetohet. Ne duhet dhe të përpiqemi që jetën tonë të fëmijëve tanë ta ndërtojmë këtu. Në respekt të punës tuaj, të kontributit tuaj dhe të sakrificës që do bëjmë gjithë së bashku në këto 2 javë e pak, le t'i tregojmë gjithë shqiptarëve që kamza, komunitetet këtu, Partia Demokratike, Republika e Re, Lulzim Basha do të triumfojë dhe do qeverisë e vetme pa ndihmën e kërkujt, ashtu si qeverisë në vitin 92. Faleminderit. Unë jam besim plot që finalen dhe finishin e këtij rrugtimi që ishte ëndër rajon në asaj kohe në lëvizjen e dhjetorit 90 të arrijmë të antarësojmë Bashkimin Evropian, këtë do ta realizojë vetëm Partia Demokratike me Lulzim Bashën kryeminist. Jam besim plot që këto ditë që kanë ngelur të përkasin çdo derë, në çdo rrugë, në çdo lagje, me qëllim që jemi ne të gjithë së bashku aktorët e këtij ndryshimi të madh. Unë falenderoj dhe një herë dhe i uroj çdo të mirë familjen tuaj. Faleminderit. Kemi akoma punë përbërë dhe këto organizime që ne po bëjmë krahas organizimeve të tjera është dhe takimet me komunitetin dhe thirrja ime ka të bëjë vetëm me një qëllim, që në këto pak ditë sa kanë ngelur, të shkojnë të trokasin tek çdo familje, që ta sensibilizojnë dhe të bëhet aktiv për qenë pjesë e fushatës elektorale, por ajo çfarë është më kryesorja që me datë 25 shor, vota e tij shkoi kundër qeverisë kriminale dhe pro Republikës së Re numri 6 të Partisë Demokratike. Po gjithë si jena të bashkuar të mojnë të naon, nga që gjithë ka këtu, unë kërkoj si votat të japin Partisë Demokratike numri 6. Edhe më të Edhe me të presin jo shumë mirë, edhe flamur jo nështë pak ma mirë. Janë jo edhe vultin që i kanë botë partë ti. Edhe sot jo shumë mirë se sa punë ka botë Partia Demokratike që shkëllim. Dhe garantoj, edhe ne në gjithë një u pa garantoj, u flamur hoxha i kishën përshemë, së ki marrë.